Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Përshëndetje mes të nderuar të RTS, mirë se takohemi edhe sot në emisionin Në hijen e mëshirës, njëkohësisht edhe emisioni i fundit për këtë muaj të bekuar, muajin Ramazan, me skemën e veçantë programore që kemi pasur gjatë këtij muaji, pastaj për të vazhduar tutje kështu me programin festiv të Fitë Bajramit dhe pastaj për të rikthyer përsëri me skemën e vjetër programore me emisionet të cilat janë të rregullta dhe të njohura për shikuesit tanë. Për sot kam të ftuar Hoxh Bashkim Bajramin nga qyteti i Gjilanit. Hoxh, selam aleikum, mirë. Aleikum salam wa rahmatullah. Mirë se u gjej. Si ka qenë atmosfera e Ramazanit në përgjithësi në Gjilan apo në rajonin e Moravës, se edhe jo shtypi pak a shumë me Prizrenin dhe Mitrovicën? Wallahi, në përgjithësi ka qenë atmosferë jashtëzakonisht shumë e mirë. Ka pasur aktivitete të mira, duke filluar prej Bashkisë Islame, cila ka organizuar me tribun para Ramazanit, pastaj me iftare, me studenta, me jetima, me veteranë, kështu me radhë. Po gjithashtu ne si xhami çdo herë bëmi iftare madhështore, iftare namaz xhamie që bën mbi 350 vjet, pastaj kemi kështu me struktura, me fëmijët e xhamisë, me aktivitete të ndryshme, tash me namazin e natës që nuk po i zën. Mashallah, xhamia në qendër, xhamia madhe, po edhe në xhamia e Dardanis, shihet që ka fytyra të reja që janë duke ardhur në xhami në Ramazan, numri i madh i atyre që agjërojnë, për arsye se e kanë vërejtën se atë qetësinë shpirtërore, shumica janë që e gjajnë fenë e Zotit xhaleshanuhu. Andaj edhe kanë nevojë shpirtat më freskue, ko pas kohe, e veçantë Ramazani është një freskim shumë i madh, ku çdo njeri e nin atë freskinë, kënaqësinë shpirtërore e vren. Andaj për këtë arsye e vren që edhe në për shumë shtëpia, nëse ndodhen me agjëruar vetëm se një antar i familjes, ndoshta ndonjë fëmijë, bëhet shkak se i jep një atmosferë, kohën e iftarit se mbledhen gjithë afër këtij fëmijës, edhe ngrajnë iftarin. Për këtë arsye Allahu till e ka bërë Ramazanin që me qenë një atmosferë shumë e mirë. Atëherë shikuesit tanë mund të bëhen pjesë e këtij emisioni duke telefonuar dhe duke dërguar pyetje me SMS, ndërsa ne do të flasim me Hoxhën për temën si të jetojmë me Allahun. Padyshim që modeli ishte dhe është profeti Muhammed alayhis salam, por si ka jetuar ai me Allahun? Bismillah, alhamdulillah, Allahun e madhrojmë dhe falënderojmë, i cili na bëri pjesëtar të fesë islame, të jemi të njëjtën kohë dhe praktikues, që model ta e kemi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Njeriu në këtë dynja që është të përkohshme kjo botë jeton në formë ndryshme. Dikush jeton për egon e tij, dikush jeton për Allahun, dikush jeton për sportin, dikush jeton ton jetën e kalon do thotë kafshëve e kështu me radhë. Andaj është jashtëzakonisht në dhënti shumë e madhe që njeriu me jetue për Allahun xhalla xhelaluhu, me jetue me Allahun xhalla xhelaluhu. Ne realisht nuk dimë nganjëherë se si të jetojmë me Allahun, por se në ka ardhur neve modeli në praktik, ai është Muhamedi alayhi salatu wassalam, që na tregoi krijuesi i gjithësisë se si duhet të jetojë një musliman për krijuesin e gjithësisë. Si njeriu duhet të bëjë një jetë të lumtur, një jetë të qetë, edhe jeta e lumtur, e qetë, e rahatshme nuk ka mundësi përveç asaj që jeton jetën për Allahun xhallal xhelaluhu. Se wallahi duhet të pasëm parasysh se këto natë që i kalomi, ditë që i kalomi për çdo moment, ose duhet të jenë argument për neve nesrit në ditën e gjykimit, ose duhet të jenë argument kundra neve. Ose do ta kalojmë ne kënaqësinë e Allahu xhallal xhelaluhu, që Allahu më qenë i kënaqur me neve, ose do të jetë e kundërta. Paramendoj tash i dërguari i Zotit, që ishte model që tërë jetën e kaloi, Allahu xhallal xhelaluhu. E shohim se gjuha e tij për shembull ishte tërkuan përmendjen e Allahut dhikr. E përmendte Allahun kur i veshte rrobat, e përmendte Allahun kur hynte në banjë, e përmendte Allahun kur ngrente ushqim, e përmendte Allahun kur hynte në xhami, e përmendte Allahun në fatkeqësi, e përmendte Allahun do thotë në sprova. E vremi do thotë në çfarë do lloj situate ishte me Allahun xhallal xhelalu, e kërkon ndihmën prej tij. Ishte i mëshirshëm me njerëzit, ishte bujar, ishte falës. Pse bënte këtë për Allahun xhallal xhelalu? Edhe në sprovat që i ndodhen në Taif, e gjuajtën me gur fëmijët e çmendurit. Po vinë me lajket, me emrin Allahut, në krye me Xhibrilin me i denue. Çka po thot? I mëshirshëm. Po don për Allahun xhallal xhelalu, po thot le se janë popull që ata nuk dinë, nuk janë duke logjikuar se si janë duke sulmuar një pejgamber të Allahut, që unë po i thras për të Allahut, këta po më largojnë. Ose rasti hijretit me Abu Bakrin. Po i thot mos të dëshpëro, la tahzan. Inna Allah ma'ana, sa Allahu është me neve. Andaj do thotë shohmë edhe sprovat kur i vdesin fëmia ran, Parëmna një vjeqar, 2 vjeqar, vajza 18, 21, 25 vjeqar, po i vdesin gjithat. Këtë gjithë
po është i kënaqur me saktimin e Allahu xhelle xhelaluhu, mbetejnë më të rënë me Bedrin, po kërkon ndihmën pe Allahu te bareke ve taala. Andaj kur e shohni dërguar i Zotit tërkohën ja kaloi jetën, edhe në adhurim, tërkohën çndroi te kam para Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe pse i kishte gjitha gjunahet e falura, ishte për i banorëve të xhenetit, mirëpo megjithatë ishte falendrues ndaj Allahu xhelle xhelaluhu. Ditën e falte namazin, kur ishte nevojë për me luftonte me sahabët, kur kishte nevojë me ndihmue sahabëve, ishte afër tyne, jo zgjidhte hallet, problemet e tyne, i vizonte të smuarin, e vizitonte kushin, vetëm se për hir të Allahu te bareke ve taala. Ishte po them do thot model për ne në çdo aspekt se si muslimani duhet me jetuar me Allahun xhelle xhelaluhu, vetëm se që kemi nevojë me lexuar do thot historinë e të dërguarit Zotit. Pra betejat e jetës asnjëherë nuk e kanë zbrapës profetin alayhis salam që me jetu me Allahun. Siç din ndonjëherë neve që më naftof pak kur kemi prova më të lehta sigurisht krahasim me atë që ka pas. Për këtë arsye do thotë sprovat janë një urtësi e Zotit xhelle xhelaluhu. Shpeshherë sprovat kur të vinë nga ana e Allahut është me e kfjellën o robin që shtat Ibn al-Qayyim. Kur Allah azza wa jalla shef robi i tij se është duke bërë gjunahe dhe nuk po e meriton kë me hyrë në xhenetin e tij, shkaku i gjunaheve mëkateve, Allahu ja dërgon një sprov. Që ky me qenë i kënaqur me caktimin e Allahut, me bëj sabër ndaj sprovës, edhe me fut Allahu xhelle xhelaluhu në xhenetin e tina. Ose thot Ibn al-Qayyim, kur don Allah azza wa jall me ngritën shkallët të larta të xhenetit, Allahu ja dërgon një sprov, an familja, an pasuri, në forma tjera, ky bën sabër, është i pajtimit me caktimin e Allahut, edhe hyn në xhenetin Firdaus me pejgamberin, dëshmorët dhe njerëzit e mirë. Për arsye se Allah azza wa jall na ka bërë me dije, ka thënë wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Allahu s'kërse u betua se patjetër kemi më sprovua. Nuk ki shanse me ikën sprovës Zotit, a me humbjen pasurisë, a me firig, a me vetveten e juve, a me vreshta, patjetër kemi sprovu. Nuk ki mundsi me ikën sprovave. Po në fund Allah azza wa jall do bën me dije se ata të cilët e kanë mendimin e mirë ndaj Allahut xhalla wala, bëjnë sabër, i lutën Allahut që ka ndodhur dhe vetë i dërguar Allahut, kërkon rrugdalje në mënyrën e lejuar, Allah është me durimtarët. E çka do thotë Allah është me durimtarët, do të jetë ndihmën tonë, edhe shpërblimi ndaj durimtarëve do të jetë pa hesab, pa llogari nesër ditën e gjykimit. Andaj njeriu do thotë në sprovat që i përjeton, duhet me ditën se Allah azza wa jall e din të sprovën cilën e kije, edhe ndjen çfarë je duke vujt me këtë sprovë. E din deri sa ki mundësi me përballuar këtë sprovë. Çdo njeri thotë ja vallahi unë gati si mbështet për muri. Po e shoh që edhe 1 vjet, 2 vjet po e çon me atë sprovë. Allah e din se ki mundësia. Allah po don me të pastruar, po don mu lidh ti me Allahun xhelle xhelalu. Sa në raste të shumta që i mbash kaq sprova të ndryshme, edhe ata u lidh me Allahun që kanë qenë jashtë Allahut xhelle xhelaluhu. Kanë qenë jashtë familjes, kanë qenë larg namazit, larg agjerimit, sprovat ju mbash kaq me i lidh me Allahun te bareke ve taala. Me tu me Allahun duhet me njoftë edhe me dasht. E njohëm ne Allahun mjaftueshëm, e dojmë mjaftueshëm, se kanë ta bëjë thotë që e njoh Allahun, e du Allahun, por pastaj në vepra është diçka tjetër. Po, kjo është e vërteta. Sot ka njeriu muslimani njohuri për Allahun xhelle xhelaluhu, atëherë e don edhe më shumë, edhe jeton me Allahun xhelle xhelaluhu më shumë. Para më kur njeriu muslimani njeh emrat dhe cilësitë e Allahut, çfarë dashurie shtohet ndaj jetina. Kur njeh Allahun se ka emrin Ar-Rahman, Ar-Rahim, që është Ar-Razzaq, El-Hakim. Kur din se Allah është i mëshirshëm, edhe po të mëshiron tyja. Ti bën mëkat Allahut, Allahu po të furnizon tyja. E shef se Allah është Hakim, që Allah është sabur, që durimi i Allahut është i madh. Ti sa i bën mëkat Allahu xhalla wala, edhe Allahu nuk ndeshkon ty me një herë, të lënë hapësir. E kur e din këtë mirësi të Allahu xhalla wala, se është Allahu i mëshirshëm, edhe falës, edhe don tyje, nëse ti pendohesh dhe kërkon falën tek Allahu xhelle xhelaluhu, para menon dash njeriu se çysh më jeton me Allahun te bareke ve taala me atë mësin, edhe fillon pastaj më të shtuhet dashuria ndaj Zotit xhelle xhelaluhu. Mirpo kur nuk e njeh Allahun me emras, atë nuk e njeh Allahun azza wa jall me cilësitë e tij, edhe çka ke përgatit Allahu për tyje, atëherë robi ka me pas njerëz zakonisht problem. Si të jetojmë me mirësitë të Allahut.
Edhe vetë personalisht për gjithë të dëgjojmë që i kemi të natë minat, po si që thotë populli ndonjëherë quhemi peshë. Dhe thotë mirësitë e Allahut janë të shumta përderisa kemi shëndetin, kemi syt, kemi këmbë dhe mund të flasim, mund të dëgjojmë. Tash i kemi edhe mediat sociale që i shohim njerëz që janë të sprovuar, por që në një farë forme ndonjëherë ndoshta s'po jemi falendërues të mjaftueshëm të mirësive që ne ka dhënë Allahu. Wallahi pa shumë rëndësi kjo. Ne harrojmë të thotë se çdo mirësi e Allahut është një begati e ti dhe në ka dhënë neve falas. Asnjë pregje neve nuk ja ka paguajt Allah Azza wa Jall sy që janë me miliona, se kush nuk jep me miliona. Gjuhën të ndëgjuarit edhe kështu me radhë. Anal me thonë një Allah, unë po jam falëndërues ndaj teje që më dha gjuhën, edhe nuk po përdori gjuhën në ato që ti dhëron ty. Jo largona pasojave të gjuhës, si përgujimis, shpifjeve, rënave e kështu me radhë. Ane po mënona me këtë gjuhën ta me qenë falëndërues ndaj teja, po të thamë elhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, po të madhëroj tyja, po e lexoj Kur'anin, ja Allah. Sa herë që ha me bukë me durët e tona, apo jemi falëndërues ndaj Allahut. Sa ka prej rasteve që i kanë durët e paralizuara. Nuk kanë mundësi me ngranë në bukë, nuk kanë mundësi me shku për nevojat e tyre personale as në banjo. Sa janë prej tyre nuk kanë mundësi me marrën me hece, nuk shikojnë. Mënojnë më thonë ja Allah, ti më dha që të mirësit, unë po heci. Te madhe kitë mërsin që unë i kam prind, që i kam grujen, që i kam fëmit. E kam ja Allah kitë mërsi që po kam që kam ngran une, se më duke pas probleme në iftarit, as syfyrit. A shumë prej rasteve duke truki derën, kuft, shoshatës bereqetit, dhe shoshatëve tjera, njerëzve, hëgjallarve, bëmirsave, a ka dish me mdhanën. Andaj, a nuk kemi një falëndrus ndaj Allah, ose të rëhami, ushe me thanë, bismillah, alhamdulillah. Kër i vesh me këtë tesha, me falëndru Allahun gjellë gjelaluhu, jetomi. Mirë, po këtu mirësi që i kemi, na nuk vlen me i pasen vetëm se për vetë vetën tonë. Për shembull hoxhas, që Allah Azza wa Jalla ka ndruar që kanë këtë televizionin. Që nuk i kish pas për shembull hi hoxhas me pas këtë mirësi televizionin vetëm për veten e vet me shfryzua. Për çka u jap hapësirën edhe të tjerëve. Andaj sa njeriu ngritet shkallat larta të xhenetit, edhe bëhet bëmers, shkaku i të mirave që ja ka dhënë Allahu i ndan edhe me nevojtarët tjerë, i ndan edhe me të tjerët. E merrën veturën ja jap. E ka dy shtëpi e jep me qira edhe me një çmim shumë të lirë. Thot, këta të mirët e Zotit i ndan me tjerët. Në periftare, në drejka, i ka 2-3 parë puc, e jep tjetrit, e ndihmon. Thot, e ka mirësitë e Zotit. Edhe kjo çka është më rëndësishme, se njeriu kur nuk është falëndrues ndaj Allahut, atëherë Allahu është përbos, Allahu ja merr këtë dhunti. Sa i nimi për bizneseve, njerëzve të mëdhaj, thot vallahi kum dhan Allahu shumë ka dhënë për mirësi, po tash nuk jam duke i pasur. Pse? Shpesh herë gjua e tij ka thënë se është angazhimi jemi, lodhja e eme. Rreth që ka thënë se kjo është mirësia e Allahut që më ka dhënë mua, po unë po së do i këtë mirë. E sa ti më mirënjas në ndaj Allahut, Allahu na shton nga sa është garancë për Allah xhel xhelalu që ka thënë, fe in shakartum la azidannakum. Nëse un falenderoni ju mua, për çitu mirësitë që jam kum dhënë, unë do t'jap shtoj juve pasaj. E para nëse të jeton me mirësitë e Zotit, kur vi me flejt, me falëndru Allah Azza wa Jall, nuk i e dhimbje, s'ki e probleme, e ki e sigurin. A nuk është që kjo sigurie të cilin i jemi ne tani për momentin që është një mirësi e madhe e Allahut. Ne po hamet lëshëm me familje tona iftarin. Atje do thënë Gazze janë duke hangër iftarin në bombardime. Janë duke me të gjymtyr në rrugë, janë duke varrosin fëmijët. As i gjendje të ranë që nuk janë duke pasën siguri, se janë duke pasën këtë paqen ata. A nuk e kemi na këtë mirësi me falëndru Allahun xhel xhelaluhu për këtë mirësi që e kemi. Andaj gjuhët tona shpesh do të më thonë vallahi alhamdulillah Allah, ty të kanë madhërimi Allah, ty të kanë falëndrimi ja Allah që më dha që të mirësi të shëndetit. Asnjë prej neve thash nuk i jep kamp me i shitin as durt, vallahi me miliona me të dhanën, apo jep kamp me nejte, apo jep durt me 10 miliard, me këtë çmim. Edhe mos më e shfryzohet këtu në mirësitë në rrugën e Allahut xhel xhelaluhu për të mirat e Allahut, është problem pastaj. Hoxh, çdo kush pothuajse ka sprova të veta në forma dhe mënyra të ndryshme, kemi sprova të vogla dhe të mëdha, mirë, po si të qëndrojmë me Allahun kur kemi sprova. Nëse e njohim Allahun, se e dimë se Allah Azza wa Jalla ka cilësinë që është al-Hakim, që është i urtë. Është alim, i gjithditur. Edhe Allah sprovën kur ta dërgon, e ka ndonjë arsye, e ka Allahu arsyen pse ta ka dërguar këtë sprovë. Ka përgatit diçka mbrapa kësaj që ne nuk e dimi. Po kur nuk e njohim kitabën e Allahut, atëherë kemi problem. Që merre për shembull sprovën e
fëmijës, me dikon që zemra jote u lidhen me atë, e ki loshkën në zemrës. Edhe don Allah Azza wa Jall ta merr, që ajo është zemra jote shumë e lidhur me ndonjë fëmijë apo me bashkëshortën ose me ndonjë vetur, pa marrë parasysh diçka të afërt që i kije. Edhe don Allah Azza wa Jall ndodh ndonjë fatkeqësi ose vdes, fëmijën ta merr ose gruan që e ke dashur shumë ose bashkëshortën. Edhe Allah Azza wa Jall shikon tani mbi shtatë çej, edhe dërgon me lajken me shikua se çka po thot robi. Parënon këtë moment fatkeqësisë, provës, kur thu elhamdulillah ya Rab, se Allah ti ma ke dhanë këtë fëmijë, ti po më merr. Allah zamën sa më dish më të harit se këtë që ma ke dhanë. Me lajket e dërgojnë tash raportin Allahut, bisedën këtij personi që ka rënë këtë fatkeqësi, se çka po thot me fatkeqësinë. I pyet Allah Azza wa Jall, çka tha robi? Ja, tha o Zot, tha elhamdulillah. Andaj Allah Azza wa Jall thot përgatitje në shtëpia ti në xhennet, me emrin elhamd. Para më kur e din do thot këtë hadith, edhe ta merr Allah Azza wa Jall fëmin e vogël, ta merr fëmin 1 vjet, 2 vjeç. Këta fëmijë do të jenë buroj e zjarr me xhehemin ditën e gjykimit. Do të bëjnë shefat në dëmisim ditën e gjykimit. A nuk do të më qenë falëndërues ndaj Allahu xhalla xhelaluhu pra? Të ka dhënë Allahu atë fëmijë 10 vjeç, 20 vjeç ka jetuar, pastaj ta ka marrë Allah Azza wa Jall. A nuk do të jemi ne falëndërues ndaj Allahut në këtë provë? Më thonë Allah, ty ta kanë falëndërimi. Madhërove këtë fëmijë, madhërove këtë gru, madhërove këtë burr, unë u kënaqem me atë. Jetova 3 vjet, 5 vjet, 10 vjet edhe më mora. Nëse dikush ja vjet me shfrytëzue këto fotelet për emision. Me mas emisionit thot, ma kthani. Njëra do të më qenë falëndërues ndaj tij apo më thonën se bes po vjen turp se nuk më le. Apo, njëra do të më qenë falëndërues ndaj Allahut. Edhe ndaj atij personit, më thon faleminderit se unë e shfrytëzova. Edhe në këtë moment, njeriu do të më qenë falëndërues ndaj Allahut xhalla xhelalu. Don Allahu me të kthjellën shpesh herë në sprovën. Kur ta dërgon, don me të kthjellën, me ta bëjë mendje se ose nuk je shumë falëndërues ndaj Zotit mirët që i ke, ose ke filluar me devijua, ke nis në farlloj vetë pëlqimi në veten tënde, me nis se unë jam dikush. Këto të mirat janë rezultati ime. Andaj Allahu ta dërgon sprovën, me të kthjellën më thonë, jo Zot, çka ka sprova, kjo që ka dhunti e jote, mërësia e jotja. Pse unë kam shumë njerëz që i njoh, e kam his biznesin shumë përpara, tash ka ra biznesi, e ku me ta njëftësia jote, ku me të kjo përvoja jote, për shkaku që se ke di që është mirësia e Zotit, Allah po don me të kthjellën me ta provë këtë sprovë. Andaj për me njoftën duhet me njoftën Allahun me emrat e tij që është Allahu i urtë, Allahu është i mëshirshëm, Allahu është i gjithditur. Atëherë nëse kemi telefonat po inkuadrojmë regjia. Selam aleikum. Ka ikur telefonata apo? Atëherë po vazhdojmë tutje të qëndrojmë me temë, pastaj lexojmë mesazhe tjera. Si të përkushtohemi në projekte të haja dhe të largohemi nga përçarja. Edhe kjo është pjesë intereson njëri me jetu me Allahun Azza wa Jall. Allah na ka dhënë një definicion shumë bukur librin e tij Fisnik. Na em ku ka thënë wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ndihmohuni në bëmirësi e devotshmëri e mos u ndihmoni në përçarje e armiqësi. Para mendo tash se çdo njeri që e ka ndonjë projekt të hajrit, e ka një projekt të mirë, a do me qëllë diku në bunar, a e ka organizimin ndonjë iftarit, a ka organizimin e darsmës, çfarë do projektit mirë cilën ka, edhe shkon dikush edhe i ndihmon për hir të Allahut te bareke ve taala. Edhe to me Allahun, thatun që pjesë ka mundësi me të ndihmua, a mënyrë financiare, a ka mundësi me të ndihmua në mënyrë morale, a ka mundësi vetëm se me tro vit në mëj. Se thot unë po duam me i kushtue këto orë ose këto minuta për Allahun xhelle xhelalu, pse duke e bërë çit projektin e hajrit. Pa marr parasysh se a ma dente, a nuk ma den për këtë projekt, a më thu faleminderit apo jo, a e merr krejt lavdën mbi veten tonë, unë po duam me qenë në pjesë e këtij projekti të hajrit se më arritin kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu. Ndërsa të kundërtën është nëse ka ndonjë projekt që thret për përçarje, për armiqësi, për me i bëjë mëkat Allah xhelle xhelaluhu, atëherë thoya faleminderit. Unë nuk jam pjesë e përçarjeve. Unë nuk jam pjesë e armiqësisë. Unë nuk jam pjesë e projekteve ku hidhrohet Allah xhelle xhelaluhu, edhe përçohen pasaj familja, përçohen do thot muslimanët, unë edhe tërheqna.
E paramendon të thotë çdo projekt kur e ndëgjon muslimani, edhe është pjesë e sajna, sa të jetosh me këtë projekt, ti je duke jetuar me Allahun te bareke ve taala. E kjo është jashtëzakonisht shumë e madhe. Se njerëzit pse kanë herë nuk janë pjesë e projekteve të hajrit e të mira, për arsye se projektin e lidhin shpesh herë me personin. Ti mos e lidh projektin me personin, lidh projektin me Allahun xhalla xhelalu. Është projekt i hajrit, është projekt i mirë, bënë pjesë e atij projektit. Ndihmoja edhe pritë nesër shpërblimin te krijuesi i gjithësisë, se ndoshta ai projekt bën shkak shumë vetëm u zua, edhe ti çdo herë kimi marrë shpërblime tek Allahu te bareke ve taala. Pra nuk duhet të gjykojmë se kush është tu e kërku ndihmën. Këto janë vezveset e shejtanit mallkuar, do thotë. Shpesh herë do thotë shtin shejtani vezvese. Se nuk E ka për interesin e vet, e ka për murritën, e ka për medalën i pari, ty do thotë nuk po të çesin televizor në kamerë, ty nuk po të përmenden emri që e ke bërë gjithë këtë lodhja. Atëre kurosore është apo e din se Allahu mbi shta që është do të pa, që të punu për Allahun po. Apo din Allahu që e ki një bindje të plot, në sinqeritet plot, se unë po punoj vetëm për Allah, me lajket po të vëzhgojnë, po ta shkruajnë këto minuta për Allahun, atëherë ka përfundu kjo që është jema. U kryma, s'është më rëndësi tash apo të shohin kamerën televizor apo s'po të shohin. Apo të falenderon as po të falenderon. A pak po të mjafton me të falendëruar Allahun mbi shtat çej. Është punë e madhe. A pa të projekt rrugës duke ecë, e hekin një pengesë për rrugës, Allah falenderoj nalt edhe ja falë gjunahet. Atëherë kemi telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, nani? Përshëndetje për Ozën. Faleminderit. Kisha një dy pyetje në të bëhet. Po. Por nani? Te istikfari, kur je në shembull istikfari, a vlen pa namaz? Kur në bëhet namaz, po bjen shumë istikfar, në gjatë në shterat. Edhe të puna e këtyre vitra, do me thonë, sa blokë, se këto gjone, i kom bo njerë, do me thonë, natën e kadre, që është shënume, si masë gjallarve, po deri sot nuk më posë mësi me thonë, sot i kom kryo obligimet. A është si kur me thonë, atë natë që e kom bo njerë, apo... Në rregull, pyetja parë ishte e qartë. Faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Se më do kësu këtha bëj istikfar për s'fali namaz. Jo, jashtë namazit. Tamam. Atëherë për japni përgjigje pra telefonuesit, istikfari jashtë namazit. Istikfari bjen me kërkue falje tek Allahu për mëkatet, për gjunahet, për mangësitë tona që i kemi në raport me krijuesin e gjithësisë. Prej veprave më të lavdruara në fenë e Zotit xhelle xhelaluhu është istikfari. Istikfari është një qels i cili t'i hap dyert e mirësisë. Shumë dyert nëse kijet mbyllura dhe nuk mundesh me gjetë në qelsa për secilin nder dhe dry për me i hapën, istikfarin thuaj me bindje të plot dhe me zemër që estagfirullah, Allah kërkoj faljet e ti për çdo gjuna. E duke thënë istikfarin filloj edhe me ndjenjë, duke e ndije që Allah estagfirullah, Allah kërkoj falje edhe paramendoj gjunën që e kam bërë me gjuhën tëme, me shikimin tëm, me ndëgjimin tëm, edhe kështu me radhë. Edhe nëse fillon e merr në kësaj lloj butoni apo të spin në dorë që më bë më shumë, e thuan ditë minimumit 500 herë, 1000 herë estagfirullah, wallahi që është një kimë vërejtë me lenë Allahut, edhe ka më të shërimi, kanë më të hekën mërzia, kanë më të lënë borxhat. Shumë gra kanë metën shtatzane nëpërmjet istikfarit. Istikfari është që ta largon atë barrën e madhe ngarkesën që e kije mbi supit të tua shkaku i gjinave, se istikfari është sikur se letra gryse. Andaj kur të mëson njeriu fjalën e istikfar, estagfirullah, jashtëzakonisht e një farahatie që si jetë madhe në shumë. Kanë thënë dietarët, po edhe nëse njeriu e vren se nuk bën shumë gjinoha, pse më bëj shumë istikfar? Ka thënë shkaku vetëm se që është i mangët në falënderim ndaj Zotit xhelle xhelaluhu, njeriu duhet të bëjë istikfar. Se nëse do të falënderojmë Allahun, prapë jemi të mangët. E istikfari më i mirë është në kohën e sifyrit që i ka lavdruar Allahu te bareke ve taala, me bë istikfar, do thotë me kërku falje tek krijuesi i gjithësisë. Po ashtu tha që kanë bë plan vitrat në japën e natën e kadit, por që për shkak të angazhimeve kanë mbetë për sot në rregull. Vitra më e mirë që e kanë cek dietarët është 2 ditë para Bajramit. Mirë po, a lejohet për natës kadrit, a më herët me i dhanën vitrat, po lejohet edhe është e pranueshme vitrat për me u dhanën. Atëherë po vazhdojmë me lexu disa mesazhe, të cilat po na dërgojnë regjia mbrapa kamerave, ku thotë selam aleikum për ju dhe për hoxhën e nderuar.
Thot, si të veprojmë këtë rast ne gjenia femërore që nuk mund të agjërojmë Ramazanin komplet për shkak të menstruacioneve. Në këtë rast a mund të vazhdojmë me herë pas ditës së parë të Bajramit apo si t'ja bëj? Këto është një dy mësime, kishim me pas shef me i dhanën. Mësimi i parë është se të na është Bajram 3 ditë. Edhe ja vële me pasën Bajramin si Bajram 3 ditë. Edhe pse fetarisht lejohet për ditës dytë Bajramit me agjërua, sa është ndaluar fetarisht vetëm si dita e parë e Bajramit, mirë po me adetet tona, zakonet tona, nuk është e pëlqyeshme që me shkuet ditën e dytë për Bajram të dikon, edhe me thonë son jam agjërushëm, se ditë janë gjata e para. E dyta, mësimit do të shumë të në rastëve e gratë që japin shumë shpejt me i krye ditë e Ramazanit, që për me arritin ditë e Shevalit, unë e kam atë mendim që kanë dhënë në shumë prej dietarëve mendimin që e kanë se lejohet me agjërue ditë e Shevalit, pas të ditë e Ramazanit gradualisht për me i bëhe kompenzim. Parasysh se ndodh disa gra që kanë 10 ditë, i kanë 2 javë ditë kompenzim, pastaj nuk kanë mundësi me realizue ditë e Shevalit, a ditë e Shevalit janë brenda muajit Shevalit me i kompenzua, lejohet do thot me i dhënën përparësi muajit vet Shevalit, ditëve Shevalit, pastaj me bëjë kompenzimin më vonë, ashtu që shka ndodhe dhe me Aishën radiallahu anha që i ka kompenzuar disa ditë ka ndodhe dhe në Shaban. Atëherë kemi telefonatën tjetër, inkuadrojmë. Selamu alaikum. Aleikum selam, selam aleikum edhe për juve. Aleikum selam. Po urdhoni me pyetje. Desha më të një pyetje. Po. Kam probleme me hemoroidet, jam të agjëru. Po kam këtë shumë me zardere dhe do shto me pika, kam obligim, në agjëru ose ju. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum, ndonë se është në fund të Ramazanit. Po tash do thot nëse nuk e ki, patjetër me përdorën ndonjë hap që e ndal smundin cilën është duke u ankuar, duke lutur Allahun azza wa jall që ta zbret shërimin e plot, atëherë ka obligim për me agjërua. A nëse do të patjetër me përdorën hapa gjatë ditës Ramazanit se i bën probleme, atëherë do thot lirohet edhe i kompenzon jashtë Ramazanit. Pyetja radhës thotë selam aleikum, a është e lejuar fëmijën e posalindur, vajzë me e la apo me pastru baba, pra që ka vdekur në këtë rast, pasi që fëmija ka vdekur me herë pas lindjes? Po kush do koft mund me pastru, është e lejueshme, baba, nana, kush do koft. Ndërka që pyetja e radhës thotë selam aleikum, thotë a lejohet gruas ta vizitoj varrin e bashkëshortit të saj? Po, lejo, do të të gratë me i vizitua vorrejzat, mirë po pak më radhë. Jo dhe shpesh? Jo shpesh, si kërse burat. Të thotë a mundemi a dhonë vitrat motrës? Po, lejot me a dhonë vitrat motrës, edhe pse në të rastet e afërmit, do të njëri do të më pasën obligim që me ndajten afër tërkohën me ndajten. E veçanti nëse është për shembull dhe martuar, lejohet me a dhonë vitrat. Ka pyetje shumë rreth vitrave në këtë rast, a lejohet me jap vitrat një personi që edhe penduhan, thotë. Ndonë se s'është sigurt që të parën mundi për jo, ama këtë vitrat mas mirë në këto raste, nëse vitrat për shembull jep si pare që jep bashkësia islame vitrat komplet, ata pastaj që i shfrytëzojnë bashkësia islame për fakultete medresait, ndërsa rasteve tjera mas mirë të është me dhënën ushqim. E veçanti këtë rastin që pendu thotë duhanin, atëre ju blen ushqim, do thot orez, ju blen mish, pasol, pire, sup, me një fjalë çka shtrohet në sofrën e Bajramit, që shtron njeriu për veten e vet, atëre do thot i blen ushqim edhe ja ofron. Thot përshëndetje, deshta me pyet hoxhën, para 12 viteve kam pi duhan pa dijenin e bashortit tim. Burri ka dyshuar dhe unë kam bë be rrejshëm në Kur'an që nuk e pi duhanin. Të thot para burrit, por edhe ka vazhdu pyetjen e gjatë para burrit kam bë be për të rrejshëm dhe pas një ore ja kam treguar të vërtetën para burrit. I kam bërë pishman për betimin e rrejshëm. Këtë rastet a më fal Allahu. Çdo pendim që bën njeriu sinqerisht për Allahun xhelle xhelaluhu, atëherë Allahu te bareka ve taala e fal. Vetëm se është një çështje shumë e rëndësishme këto se shpeshherë do thot ka një herë njeriu pendohet me pendim emocional. Është pendim i momentit është. Shkaku që e ka frikë, ngushtohet edhe forma tjera atë. Mirpo Allah azza wa jalla din se është pendim i rrajshëm, është i momentit. Në momentin e parë do thot që njeriu pendohet sinqerisht, Allahu xhalla wa ala është që i pranon pendimet.
E veçanti njeriu duhet më pasën kujdes pendimin, më betua rrajshëm, për arsye do thotë se Allah ka ardhur në hadith se melekët e kapin për fytyrë dhe hudhin zarmin e xhehenamit për atë personin i cili gënjen rrajshëm në Allahun te bareke ve taala. Thot ka vazhduar me pyetjen tjetër, thot për 3 gabime apo mëkate janë penduar, por ndonjëherë përsëritet jo sikurse në të kaluarën, por kalimthi, thot a më fal Allahu për këtë apo jo? Këto është shumë e rëndësi. Çështja e parë që e ceka se është si sinqert njeriu në pendimin e tij apo nuk është si sinqert. Nëse është si sinqert në pendimin e tij, Allahu xhelle xhelalu ta fal. Edhe sa herë e vepron gabimin, Allahu ta fal. Për arsye se ti pendohesh se unë mos ku me kry më atë mëkat, atë gjuna. Edhe mas një kohë të caktuar, shejtani përsëri mundohet të futë do thot mëkat. Apet njeriu pendohet. Ndërsa nuk pranohet pendimi, nëse thu unë po pendonë, po mundësia e parë që më ipët unë apet me një fjalë din njëjtën, Allahu njëjtën e kish unë apet ku më bët njëjtën mëkat. Atëherë do thot nuk të falën, vetëm se të shumë fishohen. Edhe ndaj çështja e njëherë është e rrezikshme, se Allahu ta fal. E kur je me gënjeshtar me Allahun xhelle xhelalu, como si Allahu ta volos, edhe nuk ta pranon më pas pendimin. Nuk ka drejtim telefonatën e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam. Po, ordoni. Përshëndetje, ndeshta në pyetje e hoxhës. Ordoni. I kam dy vllazën pasi kështu për epilepsisë. A kanë me jep llogari para Allahut? Edhe një pyetje tjetër nëse kam mundësi. Po. Nëse janë të falem ta para Allahut, a mundë në ndërmjetësu të Allahut për shembull për një njeri që ai bëkqyr. Në rregull, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Pra 2 vëllezër me epilepsi, ajo për llogari njëkohësisht nëse janë të falura mund të ndërmjetësojnë. Jo, këtë thash është e epilepsisë, nuk ka dyshim se është një smundje e rëndë, e lut me Allahun me emrat e tij më të bukur që është e shafi shërues që ta zbret shërimin e plot tek ta të smuar dhe të çdo smuar tjetër musliman. Jo, ata nuk japin llogari vetëm se gjatë kohës kur janë në ndikimin e epilepsisë që nuk kanë vëdije të plot. Ndërsa sa janë të fjalët nuk ka dyshim se japin llogari para Allahut për çdo veprim që edhe e veprojnë. E nëse bëjnë këta sabër për provën cilën e kanë, atëherë që ka ardhur në hadith e gruaja e cili ka ardhur në epilepsin që Allah azza wa jall do të shpërblen me xhenetin e tij nëse në kënaqen me saktimin e Allahut. Po, kusht e kam patjetër që më janë nisën me falë namazin nëse s'falin namaz. Thot a mundem ose a duhet më jap zeqat për tokën që e kemi? Nëse e kanë tokat në shitblerja, për shitblerja nuk e ka tokën e vetën, atëherë po, nëse e ka tokën e vet, për veten e vet që merr edhe tokën e babës, që thotë dikush. Jo, nuk jap për ta. Po më parasysh nuk ka zekat për ta. Thot selam aleikum për ju dhe për hoxhën nderuar. Desha të pyes hoxhën, thot çështja e zeqatit, po ashtu thot në cilat raste kur kush i meriton dhe kujt duhet t'ia japën, sepse po ka shumë dilema. Kemi çështje problemet e familjes, kemi të rrethit shoqënisë, pastaj edhe kërkesave nga institucione ndryshme. Po zekati pari dohet me qenë në afër 7.300 euro që i ka brenda vitit, që i pjeston pasaj me 40 edhe jep zekatin. Zekatin janë që ka meritojnë këta persone që ka cekë Zoti xhallahu ala në Kur'an, të cilët janë skamnorët, të cilët janë ngarkuar me borxhe, ai i cili është rrugës udhëtar, ka mbetë me një vend, lejohet me pagujtën biletën, me vazhdua rrugën, luftëtarët të cilët luftojnë rrugën e Zotit xhallahu ala, gjithashtu ai i cili e mbledh zekatin lejohet, atij i cili është pabesimtar, më afrua Islamin më afër, me pas një mendim të mirë ndaj muslimanëve, lejohet me dhënën, gjithashtu edhe fukarat. Mirë po në këtë rast do thotë që kur ka ardhur fi sebilillah në rrugën e Allahut, ka ardhur do thotë ka prej dietarëve që soshin mbi bazë disa dietarë që e kanë hapur do thotë çdo aktivitet që ka bëhet për në rrugën e Zotit xhelle xhelaluhu, që lejohet për me dhënën zakatin. Do thotë që shon kuft institucionet tona, kuft nëse është e madhe një xhami që s'ka mundësi me u gjetën të hollat ose trulli që blehet, atëherë s'prish punë. Nuk ka drejtim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Selam. Po? Apo dëgjohemi telefonata? Disër, finitin kom falë kështu pa si a pranohet apo... Nëse mundeni me përsërit edhe një herë pyetjen sepse fillimi nuk u dëgjua mirë. Alo.
Po ju dëgjoj, mund të vazhdoni me pyetjen? Po, që selam aleikum. Aleikum selam. Po? Selam aleikum. Aleikum selam, po ju dëgjojmë? Shtë një pyetje hoqës. Po urdhënoni. Synetin pa abdes me fal a bën ose nuk bën? Në rregull, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Pyetje interesante hoqë. Ja, Synetin pa abdes. kusht namazi si namaz nuk pranohet përveç se me abdes. Nëse ke falë namazin pa abdes kuf sunetin kuf farsin, do të me përsërit atë namaz. Do të vazhdojmë me pyetje tjetra të radhës. Pyetjen tjetër të radhës, thotë kam një pyetje për hoxhën. Am lejohet thotë me jap diçka për prindërit e min këtë rast në këtë ditë të fundit të Ramazanit. Këtë rast thotë për nesër natën e Bajramit. Qoftë para, ushqim apo diçka të tillë. Sadakaja më e mirë e cila është për prindrit, që i këshilloj shumë edhe të xhamia jonë, është për me i dhanën diçka e cila është për afatxhat, është sadaka rjesa. Kof që qele ndonjë bunar, kof që blehet trulli, që imi duke blena trullin atje në lagjen dhe ju i bartë të xhamia, është shumë rëndësi, nëse blehet ndonjë tokë, kof për ambulant apo për shkollë ose për rrugë, çka është rjesa për afatxhat, ja vlen këtu me qenë aksionar. Me dhanë për veten e vet, me dhanën për prindrit e vet, për të afërmit e vet, për arsye se kjo tokë do të qëndërtohet aty xhami ose shkollë, pa marrë parasysh çka është e dobishme, sa qëndron kjo tokë aty edhe shkolla i shkon do të thotë sevapet. Mirë po nuk ka dyshim se edhe ushqimi i bleje është jashtëzakonisht sevap shumë i madh. Me gjetën ndonjë familje që ka nevojë do të thotë për të isha me gëzue për Bajram është jashtëzakonisht shumë i madh. Edhe shumë raste që dalin që ka nevojë për shtëpinë që duke ndërtuar me marrë me ndihmue ose ndonjë studentit, me blen ndonjë laptop, me paguë SMS-i me thanë që sadaka për babën po duhet që këtë laptop si student deri ta krysh fakultetin, edhe kjo është jashtëzakonisht në sevap tepër shumë i madh. Atëherë hoxhë, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni. Allah shpërbleft. Amen, gjithashtu faleminderit për juve që na pozgjat. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar miq, kaq për këtë emision dhe sigurisht edhe për këtë seri të emisioneve që kemi pasur gjatë muajit Ramazan. Nesër do të kemi pauzë, pastaj takohemi sigurisht të dielën me programin festiv në RTI. Deri atëherë më mbeshim me programin e vazhdim nga RTI. Asalamu alaikum.